Albania Radio. Ja pra, dashmi që ako erdhëm për gjithë ata që sapo janë sintonizuar në frekuencat e Top Albania Radios, ju bëjmë dije që jemi me Apqun, ora shënon 18:37 sekonda dhe ne do të jemi bashk deri në orën 20:00 ku do të kemi një të ftuar shumë special. Ne kemi thënë pak më herët, por për ata që nuk na kanë dëgjuar, do flasim për gjëra interesante që ndoshta shumë njerëz do jenë kurioz të dinë për risit, ndryshimet, për një film modern, film horror që do bëhet së shpejti dhe për jetën e natës. E pra, për këtë më tepër. Por tani ka ardhur momenti që ne të jemi në rubrikën legjendare të Apqus, rubrika AI. Rubrika AI. Dhe sigurisht rubrika AI është ajo rubrika shumë e dashur për ne kur inteligjenca artificiale miksohet me pasionin njerëzor dhe human edhe bëjnë një humanoid, le ta themi deri diku. Shumë të dashur për ne dhe për ju. Por do fillosh ti apo do filloj unë? Jo, Cubi, gjithmonë ladies first, sepse unë dhe Vini ndjemi. Ja, pra shikon. A do të fillojë një parë këtë radhë? Jo, po çfarë ti e fillove tani varja? Si e fillova? Ora çfarë thot kjo valla, është normal ky njeri. Nuk jam normal, unë nuk jam normal. Do të filloj. Sigurisht gjithmonë e filloj unë e para. A pra, atëherë, të dashur miq, zonja zotëri, me zërin e saj plot jeshi, vjen për kënaqësinë tuaj dhe tonën, interpretimi legjendar i aktores Cubi Metka. Votimet. Në përqytet fluturojnë flet, kandidat të të gjitha llojeve shihen. Me buzëqeshje si dielli në mëngjes, trumpetojnë për drita e ujë këtë 2025. Kandidati me kollare vën shpërndan flet dhe premton. Voto për ne, do ta bëjmë jetën plot ngjyra dhe vesh më vesh i qesh fytyra. Kandidatja me fustan të ri. Unë do t'ju jap ujë dhe ajër të pastër dhe rri e ngrefosur zonja sikur ka ardhur në dasëm. Tani mbetet vetëm një pyetje. Ore, kush do fitoj? Ky që do fitoj, do flej apo do punoj? Por tak deri atëherë do rim në heshtje dhe më 11 maj do ta shkundim votën me potere. Do ta shkundim Visian. Wow. Ti do ta shkundësh besoj. Shumë e bukur ishte. Shumë e bukur dhe më pëlqeu Cubi që në këtë emision, pavarësisht se emision radiofonik argëtues, përpiqemi të japim dhe ndonjë mesazh dhe ishte mesazh shumë i bukur. Vota është shumë e rëndësishme, por mbi të gjitha është e rëndësishme rëndësia që ka zgjedhja një kryeministri. Dhe sa e rëndësishme është ai për popullin, pavarësisht se populli ndoshta e nënvlerëson her pas here fuqinë që ka vota. Pikërisht. Por vota ka një fuqi të madhe. Pikërisht këtë do thoja. Është rëndësishme të votojmë dhe është rëndësishme të kujdesemi dhe të mendojmë për të ardhmen. Kështu që analizoni pak edhe merreni seriozisht atë ditën e votimit, jo thjesht hajde se po votojmë. Ose jo s'kemi këtë zgjedhim dhe hajde. Edhe kjo është sepse mund të ekzistojë. Këtë shablon të gjithë njerëzit. Në fakt e dëgjojmë shumë që thon hajt mos e ja këta janë. Mund të ekzistojë që nëse këta janë mos voto fare, atëherë bojkoto votimet. Se do të thonë nëse s'ka alternativë, populli do të mendojë për të ardhmen e vet. Po, përsëri edhe nëse bojkoton një pjesë e vogël le të themi, përsëri votimet do të vazhdojnë. Jo pjesë e vogël, unë po flas për masivisht të Masivisht po. A bëhet? Ndoshta shoqëria ka nevojë për revolucion, ndoshta. Ndoshta shoqëria. Ndoshta, kështu që nuk po i themi kot këto fjalë, dëgjoni ndonjë gjë dhe perceptoni pak dhe reflektoni. Nëse tani do kalojmë tek ai. Ai vjen me një super energji. Ai është një ratatata, Visian Ukcenaj. Tani fytyra shndrohet në mermer të ftohtë me botokse mbushi që humbin çdo ndjesi. Syt dikur shkëlqenin si yje në qiell të qetë, tani janë ngrirë pas një lëvizje të vërtet. Gjoksi rritet si balon në festa, karnavali, bytha si dysheme plastike pa formë natyrale, por zemra kërkon ngrotësi, jo fasadë artificiale, ku prekja e vërtet mungon ndjesia momentale. Buzët dikur flistin me butësi e zjarr, tani puqen me filler pa natyrshmëri. Çdo buzëqeshje duket si skic pa ngjyra, pa ngjallje, dhe sharmi dikur shëmikën pa lajmërim e pa ndjesi. Le të kthejmë trupin në kanavas të lirë,
pa kimikate, pa presion dhe pa maska false. Të festojmë çdo veçori, çdo vit të hishme, të qëndrueshme dhe bukurinë e vërtet që zgjon ndjesi të paharrueshme. Wow. Dhe me sa duket sot pas kemi poezi me shumë mesazhe dhe në fakt kjo është shumë e vërtet. Ky është në fakt realiteti që ne shikojmë ditët e sotme. Po kemi arritur Cubi në një moment që realisht takon dikë që e ke njohur dikur, edhe të duket si një femër e showbizit e sotme. Do me thënë, e njëjta buzë, i njëjti gjoks, e njëjta fytyrë, e njëjta modë, i njëjti doktor, ndoshta. Do me thënë, e takon të thua, o më doku, duket sikur takon doktorin, jote. Po pra, ka qenë një meme para disa kohësh që thoshte mos u përpiqni që gjeni emrin e personazhit, por gjeni doktorin dhe e keni gjetur personazhin. Tani Cubo në fakt është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq dhe se di pse është trend, domethënë sepse nuk njerëzit, prandaj bota është e bukur, se ka diversitet, ka ndryshmëri dhe gjithmonë bukuria është relative, asnjëherë bukuria nuk është absolute që për shembull. Kjo buza është buza që ma e strunin dhe s'ka tjetër. Buza perfekte. Sigurisht. Nuk është e vërtet, nuk është ashtu. Dhe ndodh diçka, tani ka ardhi kohë Cubi që ti shikon dikë, edhe i thu, o motra, fol pak dalloj me zë se kështu më fytyrë. Se kështu. Fol çik motra. Nuk po t'jap do drejtim, kush je? Kush je? Fol. Cubi mo Cubi. O Cubo, ku je mëse? Po, more ha. Mos e mgjave si. Kam ndryshuar, po jam rritur mo Visian, jam rritur. Ku rritesh ndryshon hunda, ndryshojnë buzë, ndryshojnë tiparet. Si kalove. Dhe bukra e këtyre është se para se të qeras me një kështu tjetër. Prapti, pas ke lëshuar dorën fare sot. E bukra e këtyre është që për shembull, këta harrojnë që kur bëjnë fëmijët do dalin me fytyrën e vërtet. Në fakt kjo është e vërtet, jo, ku bëjnë fëmijë. Nuk do dalin fëmijët me. Janë të gjithë orë, kujt i ngjan ky fëmia? Po normal si ngjan asnjë. Kujt i ngjan është shumë e thjeshtë. Ktheu pak tek ato fotot e dikurshme edhe do ta kuptosh se kujt i ngjan fëmia. Është e tmerrshme në fakt. Po. Tani për kënaqësinë tuaj tonën vjen një këngë fantastike e kënduar nga legjenda e muzikës botërore, Elton John, gjithashtu diva shqiptare në bashkëpunim me Dua Lipa.